Mirëmëngjes nderuar shikues, është fleshi informativ në News 24. Dy vëllezër nga Borizana e Krujës, ku shëriri i tyre dhe një shok humbën jetën në një aksident tragjik në Fushpres. Makina me cilën udhëtonin të rinj u përplas me një betoniere që kishte ndaluar në rrugë pas një sinjal. Policia arrestoi drejtuesin e betonierës, një 24 vjeçar i cili nuk dispononte patent për mjete të rënda, si edhe dy persona të tjerë që e ndihmuan të largohej nga vendi i ngjarjes. Një tjetër aksident me pasojë humbjen e jetës së një personi u shënua pas ditën e djeshme në Bulqiz. 64 vjeçari Sali Hoxha ka humbur drejtimin e mjetit duke dalë nga rruga duke përplasur për vdekje këmbësoren Hysnie Murra. Ndërkohë, në një aksident tjetër në aksin Burrel Klos, furgoni pasagjerëve ka përplasur një fëmijë 4 vjeç që po kalonte rrugën për të shkuar në Banesë. Për shkak të gjendjes së rëndë, 4 vjeçari është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Qyteti Fushkrujës është blinduar në orët e para të mëngjesit nga forcat shumta policie. Sipas informacioneve bëhet fjalë për një operacion antidrog, ku në fokus janë kontrollet në sera, tunele dhe banesa të braktisura në Krujë, Fushkruj dhe fshatrat përreth, pasi dyshohet se mund të jetë mbjell kanabis. Burime për News 24 bëjnë me dije se operacioni po zhvillohet nga policia e Tiranës dhe ajo e Krujës. Erion Veliaj ka firmosur nga qelia e para burgimit delegimin e kompetencave të tij si kryetari i Bashkisë Tiranës tek Sara Goxhaj. Ndërkohë, ndaj kryebashkiakut të shtuar akuza e re për përdorimin e sendeve të ndaluara në burg, por dje gjatë pasdites Veliaj reagoi duke sqaruar lidhur me delegimin e kompetencave që kishte firmosur. Ai tha se nuk ka asnjë përplasje me Ramën dhe se kishte firmosur ridelegimin e kompetencave me idenë e gabuar se ishte dakordësuar brenda ekipit drejtues dhe se nuk kishte patur informacion të mjaftueshëm për këtë. Delegimi është rikthyer aty ku ishte dhe ku mbyllet edhe keqkuptimi, thuhet në reagimin e Veliajt. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se në Bashkinë e Tiranës ka një betejë mafioze mes kryeministrit Edi Rama dhe kryebashkiakut Erion Veliaj. Sipas tij, ky është vetëm episodi i filmit Narcos që do të pasohet me seri të tjera që do të çudisin qytetarët dhe botën. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Kazmend Bardhi ka zbërthyer skemën e ashtu quajtur 5B të Belinda Ballukut në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës. Në një reagim në rrjetet sociale, Bardhi shkruan se dy drejtorët më të besuar të Ballukut, Ceno Klosi dhe Spartak Kovaçi, kanë marrë 32 milionë euro tendera, prona publike dhe leje ndërtimi me firmën e kryeministrit Edi Rama. Gjykata e lartë la në fuqi sekuestron e vilës së Monika Kryemadhit në Kodrën e Diellit, e sekuestruar disa muaj më parë me kërkesë të SPAK. Sekuestrimi i vilës u bë në kuadër të hetimeve për Kryemadhin, e cila akuzohet për pastrim parash, korrupsion dhe mos deklarim pasurish. Sikpa, kompania që ka patur një kontratë 12 vjeçare për prodhimin e pullave fiskale në Shqipëri, rikthehet në treg, këtë herë si ortake në një sipërmarrje të re për prodhimin dhe shpërndarjen e pullave fiskale. Nëpërmjet krijimit të shoqërisë shqiptaro-arabe, Alp Trace, Sikpa, me 40% të aksioneve të shoqërisë arabe, rifut sërish interesat e saj në tregun shqiptar, ndërkohë bizneset ende nuk janë pajisur me pulla fiskale. Pas ekstradimit nga Spanja, Lulzim Berisha ju komunikua në gjykatën e posaçme masa e sigurisë arrest në burg dhe i shkreu të bandës së Durrësit rëndon akuza e vrasjes së kundërshtarit të tij të përbetuar Klodian Saliu. Gjatë seancës, Lulzim Berisha ka kundërshtuar deklarimet e bashkëpunëtorit të drejtësisë, Luftar Reçi, të cilin ka pohuar se nuk e njeh. Sipas Berishës, akuza do të rrëzohet ashtu sikurse u rrëzua akuza për vrasjen e Vajdin Lamajt dhe Artan Arsit. Ai do të përballet me drejtësi në të njëjtin proces me emrat njohur të krimit si Emiliano Shullazi. Eurodeputeti social-demokrat Andreas Schieder në Draft Sportin e prezantuar në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian parashtron shqetësimet për ndërhyrjet edhe presionin politik mbi organet e drejtësisë. Dokumenti po ashtu shprehet kundër cënimit të punës të institucioneve të pavarura si SPAK. Emisioni Veting solli një panoramë tronditëse të trajtimit të sëmurëve mendor pas dënimeve të dhëna nga gjykata. Përmes dëshmisë së një familjari, u paraqit drama dhe kalvari një të sëmuri mendor të dënuar që në vitet 2000 e që është mbajtur burgjeve dhe jo në spital duke përkeqësuar gjendjen e tij. Ky rast është trajtuar edhe nga komisioneri për diskriminimin dhe ka fituar të drejtën e një dëmshpërblimi 15.000 euro nga shteti.
E rreth orës 6 të mëngjesit të kësaj të premte, xhamia e fshatit Shupenz në Bulqiz është përfshirë nga flakët, çatija së cilës është shkrumbuar tërësisht. Në çatim, kur as zjarri në xhami nuk ndodhej asnjë besimtar, ndërsa 10 minuta më herët ishin larguar edhe hoxha. Zjarri mori për masa të mëdha, ndikuar nga era e fortë, ndërsa zjarfiksit ndodhen ende në terren për izolimin dhe shuarin e flakëve. Mira qytetare në mban Maqedonisë Veriut përcollën në banesën e fundit 10 të rinj që humbën jetën nga zjarri i rënë në një klub nate në orët e para të së dielës, të përlotur dhe me kurora në duar, familjarët dhe bashkëqytetarët ju dhanë lamtumirën e fundit viktimave të ngjarjes tragjike që tronditi jo vetëm Maqedoninë e Veriut. Pas arrestimit të kryetarit të bashkisë së Stambollit Ekrem İmamoğlu të mërkurën, autoritetet turke prangosën të paktën 37 persona për shkak të postimeve në rrjetet sociale të konsideruara provokuese. Mira njerëz dolën në rrugë dhe në kampuset universitare në qytete të ndryshme, përfshi Stambollin dhe kryeqytetin e vendit Ankara, për të protestuar me slogane kundër qeverisë. Ishte fleshi informativ në News 24.